Ribalanci i buxhetit nuk është herët siç komentojnë ekspertët, por do të jetë me kohë, si gjithmonë. Sipas kryeministrit Christian Mickoski, se nga do të shkurtohet e ku do të shtohen para nga arka shtetërore, do të dihet në qershor. Pret që ribalanci të miratohet në korrik. Ona koje što ja го знам е дека е вообичаена процедура да во периодот на јуни месец се отпочнат процедурите и таму негде околу јули месец да се донесе ребалансот на буџетот. Впрочем, така беше и во 24-та, во 25-та година. До крајот на годината ќе имаме уште една конечна прераспределба на буџетот некаде ноември и тоа е вообичаена процедура која што трае. Por Ministreja e Financave Gordana Dimitrieska Koçoska dje paralajmëroi se tashmë kanë filluar përgatitjet për ribalancin e buxhetit. I pari në Ministrinë e Financave në negociata për para ka qenë Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu, por takimet kanë vazhduar edhe me resorët e tjerë. Në intervistë për Mian, ministria tha se me ribalancin nuk do të preken zërat që kontribuojnë në rritjen ekonomike dhe masat për mbështetjen e qytetarëve. Po, që nga fillimi i kësaj jave kemi filluar me takime me shfrytëzuesit buxhetor në lidhje me përgatitjen e ribalancit buxhetit për vitin 2026, me qëllim që të përcaktojmë prioritetet ku do të fokusohemi deri në fund të vitit, duke pasur parasysh edhe pasigurinë e shkaktuar nga zhvillime gjeopolitike dhe lufta në lindjen e mesme. Koçoska pohon se do të mbetet brenda kornizës së përcaktuar me strategjinë fiskale për periudhën 2027-2031, të cilën së fundmi e miratoi qeveria. Dokumenti mbërriti në kuvent, ndërsa qeveria në të me prognozat të reja më të këqija për ekonominë vendore. Në vend të 3.8% të projektuar fillimisht, ekonomia vendore këtë vit pritet të japë rritje të BPV-s prej 3.5%. Nuk ekziston as optimizmi për inflacionin, kështu që tani pritjet janë që në vend të 2.5% sa ishte projektuar për këtë vit, ai të rritet në 4.5%. Sipas kryeministrit, gjithkund në botë inflacioni po rritet, dhe nëse krahasohet me vitin 2022, atëherë ka qenë 2 herë më i lartë se tani.